Po si të shërohem nga vetë pëlqimi. Spari do të me ditë që vetë pëlqimi është një kurth e shejtanit, me cilin shejtani mundohet me shkatërru veprat muslimanit. Kur është shejtani që s'po mundet me nal muslimanin për vepra të mira, atëherë përdor metoda ndryshme që më shkatërru këto vepra. Për këtyre metoda është edhe vetë pëlqimi. Do të thonë ju më mendu që ka bë vepra aq shumë të mëdha sa që në farë mënyre ky patjetër meriton xhenetin e Allahut, domosht shpërblimin, faljen prej Allahut, kështu më radh. Edhe është më i mirë se sa tjerë s'po bojnë vepra sikur kë. E kështu më radh. Kjo vetë pëlqim ose al-ujb që quhet arabisht i shkatron veprat e mira. Domthoni bën hije plan. Ka ardhur domthoni në historitë e selefi, nuk më kujtohet emri i atij dietarit i cili ka qenë me nipin e tij në udhtim edhe me disa musliman. Edhe gjatë udhtimit kanë një ndalë me pushu me një vend me flajt natën, vetëm kë edhe nipi i tij që më fal namaz natës. Po nipi i tij ka thonë që rëvesh na po falën këta po flajnë. Me vetë pëlqim, me mburrje. Ka më mirë për ty kështu me qenë me flajt sikur këta se sa që ata këtë fjalë. Ose veç e ke lodh vetën këtë kjo adhurim të shkoj hoq. Ose ka koba e mburrë vetë pëlqimin, do i kanë nëshmu tjerë. Tani tjera domethënë që ka jeta te gibetit e përgojimi kështu më. Për ato dieton ka thonë më mirë për ty është mos më dal gjumi me fal namaz natës dhe kur shosh më nxjes muni keq, shpirtërisht, se s'ke fal namaz natës, se sa me fal ton natën namaz natës dhe kur shosh më nxjes do thonë me konsideru vetën që ke bërë diçka të madhe dhe do thonë je më i mirë se të tjerët e kështu më. Kjo është domethënë shumë e rrezikshme për imanin, besimin dhe fenë e muslimanit. Edhe si që dim, kjo është cilësia e iblisit. Iblisi për shkak të vetë pëlqimit nuk i ka rënë sejdë Ademit, nga sa e ka konsideruar veten më të mirë se sa Ademi. Për shkak të iblisi, edhe ushtria e tij, pra pasuesit e tij mundohen që me mbjell këtë ves në zemrat e besimtarëve muslimanëve, që mi shkatërrojnë veprat e tyre. Për mënyrave që domthonë do të më kujto muslimanëve vetës që mos me kaplu vetë pëlqimi është me ditë që çdo vepër të mirë që e bën nuk është merite jotja, është udhëzim prej Allahut subhanahu teala. Allah të ka udhëzuar drejt asaj vepre të mirë. Sikur të kish dashur Allah të kish udhëzuar, sikur se çu si ka udhëzuar të tjerë. Kështu që merita për këto i takon Allahut subhanahu teala në fillim dhe në mbarim, ti si je meritor për këto. Prandaj dietarët thonë nëse Allahu ta mundson me falendëru Allahun, me bë hamd Allahun për një të mirë, atëherë vetë inspirimi që ta ka dhënë Allahu për me falendëru Allahun është mirësi tjetër, që kërkon një falendërim tjetër. Ai falendërimi tjetër kërkon një falendërim tjetër ashtu në pa kufi. Ka se domthon mirësia në fillim dhe mbarim i takon Allahut. Jo ty si krijes, ti e krijon. Sikur Allahu mos të kesh udhëzuar ty, të ishe mbeti pa udhëzuar. Sigur, kjo është në përgjithësi me të udhëzuar në Islam në fe, po edhe në detajet e kësaj feje. Nëse Allah nuk të udhëzon ti i mbetesh i pa udhëzuar, s'ke mundsi me fal namaz, s'ke mundsi me agjëru, s'ke mundsi domthon me shtu pastaj në vepra vullnetare, zikr, lexim të Kuranit, vetëm se me udhëzimin e Allahut. Që shka në hadithin kutsi, Allah thot, ja ibadi kullukum dalun, illa men hedajtuhu. O e robët e mi, gjithë jeni të humbur, përveç ato që e ku muzune. Po njeri është i humbur në origjinë. Është i humbur në origjinë, përveç ato që e ka uzu Allah. Fes të hedun e hedikum, përndaj thot kërkoni uzim për me që t'ju uzojun. Po kjo është e para. Me di që uzimi në fejë dhe në detajet, holsirat e fejës është prej Allahut. Sigur Allah mos të kesh udhëzuar, kishe qenë i humbur sigur se tjerët. Atëherë për çka domthon njeriu mas kësaj na me kohë të pëlqimi kur ti si je meritor për kurrë. Si ti ai që e ke udhëzuar veten ose domthon e ke shtyr veten me bë këtë apo atë vepër të mirë. Tjetra është me kujtu vetes që ki shumë gjunohe tjera, tmeta tjera që janë shumë më shumë se këto vepra të mira që i bën. E që pastaj ato vepra të mira mundën me të shlyu këto vepra të mira sipas një mendimi dietare ose me ti paksu ashtu më radh. Pastaj më kujto vetes që këto vepra të mira që i bën, ki mangësinë ato. Nuk mundesh kurrë me adhuru Allahun ashtu siç e meriton Allah. Sado që do të më vepra të mira gjithmonë kemë pas tmeta, kemë pas defekte mangësinë ato, si nga ana sinqeriteti, si nga ana
e përuljes në atë vepër të mirë, pastaj do më thonë mendimit mirë për Allahun pozitive, kështu më radhë, po kemi pas gjithmonë mangësi, sa i përket sinqeritetit, vërtetësisë. Që është ato dhe mëlkaime, nëse njeri nalet a me dëdan rrët veprave ti të mira që i bën, adhurimet, e shë që nëse nalë kështu sinqeresht me vetën e ti, duke i largu këto vese, vetë pëlqimin, burën, vetë mashimin, po të sinqert me vetën e ti, i pa anë shumë edhe nalet e analizon veprat e ti të mira, shë që asë një për veprat tyre nuk është meritore me afru Allahut. Ketë konë to mangësi dhe të metën. Për ata me lekt e Allah subhanahu wa taala në ditën e Kiametit, pa melek nuk e shohin Allahun, mirë po e adhurojnë Allahun në këtë botë. Nuk e shohin melek të Allahun. Mirë po ka melek pe që u kriju deri në ditën e Kiametit kur nuk e çon ballën prej sejdës. Ka tjetër që pe që u kriju deri në ditën e Kiametit është në ruku. Tjetër melek që qëndron kamë kështu më radh. Ditën e Kiametit kur Allahu domthonë ju shfaqet krijesave të tij, besimtarëve, edhe melekëve kur e shohin melek, e thonë Allah subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. I lartësuar dhe me adhruar jetë e Allah. Alaykum s'kemi adhruar ashtu që meriton. Po edhe këto do të më kujto vetës që ti do sa do të bën vepra të mira, kur nuk mundesh me kanë barabart me melekët. Që ti, ata janë vazhdimisht në adhurim. Kurse ti adhuron Allahun në pjesë tjetër tonë, në kohë caktuar. Po nëse ja kujton vetes këto gjëra, inshallah me lenin Allahut njeriu, po i largohet vetë pëlqimi, burrja, mendjemasia pi zemrës së tij. Edhe sheh që nuk ka për çka mu livdu, s'ka për çka domthon me pas vetë pëlqim. Por këtë arsye Allah thot falatu zaku anfusakum, mos e pastroni veten e juaj. S'keni domthon se nuk keni pra ata mos e lavdroni pra veten e ju, mos e pastroni. Ka se keni tmeta të shumta. Që domthon nuk ju takon me pastrua dhe me lavdru veten ju. Është tmeta dhe gabime të shumta keni. Hua a'lamu biman ittaqa, Allah din mas miri kush e ka frikë Allahun, kush ruhet prej gjunave kështu më radh. Po me këto inshallah edhe kuptohet do të me lut Allahun. Me lut Allahun shumë, ai mëson që me ta pastru zemrën prej këtyre tmetave, prej këtyre veseve, domthon tiparave të këqija, edhe pityn edhe prej vetë pëlqimit. Allah subhanahu wa taala dhe më mirë.